shpëtua dhe këtë herë. Dhe shtoj, për fat keq, edhe ka elemente, edhe ka njerë që të shërojnë të destabilizojnë Kosovën. Rrugova profetizues e priti me zemër të hapur çlirimin duke i bërë him shpëtimit dhe duke u shprehur me njohjen shpëtimtarëve me lutje Zotit në 12 qershor 1999. Ai pohonte, po citoj, pas luftës të gjithë jemi më pak. Dhe po citoj, të gjithë jemi njësoj të vegjël. Kur vliste për popujt e civilizës. Emërtimi Ballkan nuk e përqet të Rrugova. Vliste më shumë për Kosovën në Evropën juglindore. Ibrahim Rrugova, pastori kryeneq, u mbijetoj atentateve. Herën e mbrëm më në qendër të Prishtinës në 15 mars 2005, kur po shkonte në presidencën e Kosovës për ta pritur komisionerin e BE-s për politikë të jashtme Javier Solana. Pas takimit me diplomatin e madh evropian, deklaroi hapur para kamera pa ju dridhur buza. Shpëtua dhe këtë herë. Dhe shtoj, për fat keq, edhe ka elemente, edhe ka njerë që të shërojnë të destabilizojnë Kosovën. Kosova ishte e para për të. Formula e pakëzimit e presidentit Ibrahim Rrugova ishte një Kosovë e pavarur dhe demokratike, e integruar në BE dhe në NATO, në misit përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me shpjegime që pasonte shpesh. Kjo zgjidhje do ta cilësonte këtë pjesë të Evropës dhe të botës.